Fjala e Perëndisë është për ne, vëllezër, aleluja. Në çfarë do lloj situate, fjala është për mua. Dhe kështu duhet ta marrim që të gjithë, vëllezër, aleluja. Po flet Zoti me fjalën e Perëndisë për mua. Lavdi emri fshat. Në letra Romakëve, kapitulli 2, vëllezër, një mëdhjet vargjet e parë. Ta shohim me vëmendje, vëllezër, çdo varg, çdo fjalë që Zoti do të na jap, sepse është e çmuar, vëllezër, aleluja. Dhe është ushqimi ynë. Sido që jetë, është ushqimi ynë që unë kam nevojë. Aleluja. Prandaj, do lavdërojmë Zotin për fjalën që Zoti më ka dhënë, aleluja, do të na japë. Prandaj, o njeri, cili do të jesh ti që e gjykon, je i pafalshëm, sepse në këtë që gjykon tjetrin, dënon vetë vete. Sepse ti që gjykon, bën të njëjtat gjëra. Por ne dimë se gjykimi i Perëndisë është sipas së vërtetës mbi ata që bëjnë gjëra të tilla. Dhe mendon, vallë o njeri që gjykon ata që bëjnë të tilla gjëra që dhe ti i bën, ti shpëtosh gjykimit të Perëndisë. Apo i përkshmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjërësisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prinë në pendim. Por ti, për shkak të ashpërsisë sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim, për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjykimit të drejtë të Perëndisë, që do ta shpaguaj secilin sipas veprave të tij. Jetë të përjetshme atyre që kërkojnë lavdi, nder e pavdekësi, duke ngulmuar në vepra të mira, ndërsa atyre që kundërshtojnë e nuk i binden së vërtetës, por i binden pa drejtësisë, indinjat dhe zemrim. Mundin dhe ankth mbi çdo shpirt, njeriu që bën të ligën, judeun më parë e pastaj grekut, por lavdi, nder dhe paqe cilit do që bën të mirën, judeut e më parë e pastaj grekut, sepse tek Perëndia nuk ka anësi. Amin. Deri këtu, vëllezër. Jezus Krishti, vëllezër, aleluja, erdhi të bëj një vepër. Jo për veten e vet, motra dhe vëllezër, aleluja. Erdhi të bëj një vepër shpëtimi për ne të gjithë. Sepse dashuria e Perëndisë është kaq e madhe për njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse është krijesa më e dashur e Perëndisë, ta bëjmë njeriu, tha Perëndia, sipas shëmbëltyrës tonë. Dhe ta bëjmë njeriu sipas shëmbëltyrës së Perëndisë, ky është vullneti i Perëndisë, që njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, ta kthejë përsëri sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. Ne ram, motra dhe vëllezër, aleluja, në parajse të gjithë e dim, nga mosbindja në fjalën e Perëndisë, dhe trashëguam mëkatin brez pas brezi. Por dashuria e Perëndisë për këtë njeri, motra dhe vëllezër, që e krijoi sipas shëmbëltyrës vet, don që ta shpëtojë njeriu. Dhe çfarë bëri, motra dhe vëllezër, aleluja? Dërgoi të vetëm lindurin bir Jezus Krishtin, që çdo njeri që beson në të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Kjo është dashuria e Perëndisë, vëllezër, aleluja, në kryq të Golgotës. Dhe mos harroni, vëllezër, një gjë. Në kryq, përpara se të shkonte në kryq, vëllezër, në Gjetsemani ishte
një dialog me Zotin. Jezus Krishti, duke folur motra dhe vlezër me Zotin, i tha, o atë tha, largoje nga mua këtë kupë, por vullneti ytë të bëhe, jo i imi. Çfarë biseduan motra dhe vlezër? Çfarë ishte kjo bisedë? Nuk ishte, motra dhe vlezër, aleluja, mundimi që do të merte Jezus Krishti. Nuk ishin të fyerat, të sharat, të goditurat, motra dhe vlezër, këtë kupë që nuk mund të apinte do të Zoti. Kupa që nuk ndesh, motra dhe vlezër, të apinte, ishte ndarja e Jezus Krishti nga Perëndia, motra dhe vlezër. E Jezus Krishti njeri, sepse në kryq të Golgotës do të mblidhej gjithë mëkati i botës, vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndinë, dhe Perëndia që është i drejtë, që dënoi, thot, birin e tij, motra dhe vlezër, aleluja, është i drejtë, nuk ka nësi. Perëndia ktheu kokën. Dhe ne dëgjuam, motra dhe vlezër, ili lama sabachthani. O atë, përse më braktise? Sepse, kur ati, motra dhe vlezër, është i drejtë që të gjykoje, të vetëm lindurin birë, për mëkatin që mori tonin, motra dhe vlezër, në kryq të Golgotës, në trupin e tij, dhe nuk mundej, motra dhe vlezër, aleluja. Çfarë diskutimi u bë? Ati mund t'i thoshte, motra dhe vlezër, aleluja, Jezus Krishti ngjitur. Por të gjithë këta që ti ju fole, do shkojnë në ferë. Ti mund të vish tek unë. Kjo është kupa që unë po t'ja. Nëse dëshiron që të gjithë këta të shkojnë në ferë, eja tek unë. Ti ishe këtu. E kuptoni, motra dhe vlezër, dhe atëherë tha Jezus Krishti, i yti të bëhet, jo i imi. Unë për ata do vete të flijoj jetën time. Shku qarë vepër të madhe, motra dhe vlezër, bëri Zoti në kryq. Për të gjithë ata që do të ndjekin Jezus Krishtin, që e duan Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja. Por fjala e Perëndis që është pasqyra jonë, vlezër, aleluja, është shumë e rëndësishme që ta jetojmë fjalën e Perëndis. Të ecim me fjalën e Perëndis. Të jemi seriozë, motra dhe vlezër, në fjallën e Perëndis. Sepse në kryq të Golgotës, vlezër, aleluja, u bë një flijim i madh. U bë për mua. U bë për ne të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja. Një pamëkat, motra dhe vlezër, aleluja, u kryqësua në vendin tim. Dhe u bë një shkëmbim i madh. Na dha, motra dhe vlezër, jetën e përjetshme dhe mori vdekjen. Dhe thotë Zoti, të gjithë ata, motra dhe vlezër, aleluja, që do të pranojnë Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, janë bij të Perëndisë. Pasqyra jonë, motra dhe vlezër, aleluja, në krishtërim, është vetëm Jezus Krishti. Nuk ka shembuj, motra dhe vlezër, të tjerë. Krishti është pasqyra ku ne do të shohim veten tonë, vlezër. E falenderojmë, Perëndin. Prandaj o njeri, cili do që ti jesh, i drejtohet kishës, ju drejtohet atyre që dëshirojnë të ecin sipas vullnetit të Perëndis. Ti që gjykon, je i pafalshëm. Sepse në këtë që gjykon tjetrin dënon vetvete. Shikoni me vëmendje. Ti që gjykon tjetri, Perëndia thot, je i pafalshëm. Nuk të falë dot. Po Zoti është dashurim, motra dhe vlezër, aleluja. Si nuk na falë, motra dhe vlezër? Këtu na sjell diçka për të kuptuar të gjithë. Mos gjykoni. Je i pafalshëm.
Nuk mund të falë do të Perëndia, motra dhe vëllezër, nëse ti gjykon vllai motrën. Nuk mund, thot motra dhe vëllezër. Gjykon tjetrin. Urdhërimi që na ka dhënë Perëndia, të gjithë ata që e duan Perëndinë, cili është urdhërimi më i madh, tha judejtë, motra dhe vëllezër, që ne ta zbatojmë? Dua e Perëndinë Zotin tënd me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde, dhe të afërmin po si vetë. Ky është urdhërim dhe nuk ka tjetër urdhërim nga Jezus Krishti për të krishterët, motra dhe vëllezër, aleluja. Duaje të afërmin tënd por si vetë. Nuk duhet të gjykojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur shikojmë diçka. Fjala e Perëndisë thot ki kujdes, nuk duhet të gjykojmë njëri tjetrin. Duhet të lutemi në Zot, motra dhe vëllezër, aleluja, për njëri tjetrin. Lutuni pa pushim, thot Zoti. Kjo është urdhër nga Perëndia. Dhe të duam, motra dhe vëllezër, aleluja, vëllezërit është urdhërim. Pa gjykuar, motra dhe vëllezër, asken. Pse, motra dhe vëllezër, nuk duhet të gjykojmë? Zoti kur u kryqëzua, motra dhe vëllezër, aleluja, tha, fali o atë, sepse nuk din zhvejnë këta. Po, Jezus Krishti u lutë, motra dhe vëllezër, i tha atit vetëm për ata njerëzit që ishin atje. Për ata që e shanin dhe e pështrynin. Jo, motra dhe vëllezër. Fali të gjithë ata, motra dhe vëllezër, aleluja, që do të bëjnë të njëjtin veprim. Si mundet të na falë, motra dhe vëllezër, aleluja? Çdo njeri që beson në atë që Perëndia ka dërguar në Jezus Krishti, do të thotë pendim, vëllezër, aleluja. Dhe pendimi, vëllezër, është ai që e fal njeriu. Pa gjykuar, motra dhe vëllezër, aleluja, s'kem. Vetëm nëse unë pendohem, vetëm atëre Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, më pastron me gjakun e tij dhe unë jam i falur nga Perëndia. Jezus Krishti sa do të doj të më falë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mund, nëse unë nuk pendohem, nëse unë i jap vetes time të drejtën. Gjykoj tjetrin sepse i jap të drejtë vetes, prandaj gjykoj tjetrin. Dhe Zoti thot, ku është e drejta e Jezus Krishti? Ai thot fal. Dhe shembulli ynë është falni. Falni çdo njeri, motra dhe vëllezër, aleluja. Po me atë çdo të bëj, nuk ke punë ti se çdo të bëj me atë. Që ti thot, ti jesh i falur, motra dhe vëllezër, aleluja, nga Perëndia. Por ne dimë se gjykimi i Perëndisë është sipas së vërtetës mbi ata që bëjnë gjëra të tilla. Gjykimi i takon Perëndisë, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Pranoni, thot Zoti, t'ju bëjnë pa drejtësi. Pranojnë. Është më mirë ta pranosh kur tjetri të bën pa drejtësi dhe ti të thuash falë. Se sa ta gjykosh, motra dhe vëllezër, aleluja, mund të kesh të drejtë, por nuk mund, motra dhe vëllezër, aleluja. E dini një gjë e mrekullueshme, dëgjova, motra dhe vëllezër, aleluja, që të marrësh bekimet e Zotit, vëllezër, të marrësh bekimet e Zotit, bekime të mëdha nga Perëndia, nuk mund të shikosh lart dhe të hypësh lart. Jam poshtë, sa më i përullur të jetë njeriu, aq më bekim të madh do të marrë nga Perëndia. Sepse Perëndia e përulli, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti. Deri thotë në vdekje në kryq, motra dhe vëllezër, aleluja. Kështu duhet të jenë të ngjashëm të gjithë ata që e duan Perëndinë. Si bij të Perëndisë, vëllezër, si trashëgimtar të fronit të Zotit, e falenderojmë Perëndin. Është një çmim shumë i madh, vëllezër, aleluja, që Perëndia ka bërë në ne, që ne jemi sot këtu, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë vend ku banon Zoti. Banon Zoti, po, motra dhe vëllezër, sepse Zoti është besnik, aty ku janë mbledhur në emrin tim, unë jam aty.
Dhe banon Zoti vlezër, aleluja. Dhe frika dhe dridhja është vlezër, aleluja. Eci si pas vullnetit të Perëndisë, se mos e lëndoj të dashurin tim, Zotin tim, motra dhe vlezër, aleluja, që më bleu mua me gjakun e ti, se mos e lëndoj me veprimet e mia. Gjukimin do ta jap Perëndia, vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Dhe mendon vallë o njeri që gjykon ata që bëjnë gjëra të tilla, që dhe ti i bën, ti shpëtosh gjykimit të Perëndisë. Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij. Dëgjoni me vëmendje vëllezër. Të durimit, të zemërgjërësisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prinë në pendim. Mirësia e Perëndisë është që ty të udhëheqë në pendim, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Ky është vullneti i Perëndisë. Lavdi emrit të shenjtë. Ne të na prije në çdo gjë, në çdo situatë, motra dhe vëllezër, në pendim. Pa perënduar dielli, do të Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, në çdo gjë që të ketë ndodhur me ty, me jetën tënde, me këto, ulu në gjuhë dhe thuaj, Zot falë. Zot kam gabuar. Dhe Zoti do të çliroj gjaku i Krishti. Të ka çliruar, motra dhe vëllezër, kur ti shkon me pendim. Je e pastër, je e shenjtë. Vetëm kur ti pendohesh. Nëse ti i jep të drejtë vetes, po na mëson fjala e Perëndisë, ke gjykuar, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nuk mundet, Zoti nuk mund të veproje. Jezus Krishti që është avokati ynë me Perëndinë, nuk mund të veproje. Kur vepron Jezus Krishti? Vetëm në një zemër të penduar, vëllezër. Kur ti pendohesh, Zoti thot për këtë kam derdhur gjakun. Kushdo që pendohet, është i shpëtuar, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdi e emrit të shenjtë. Por ti, për shkak të ashpërsisë së zemrës sate dhe të papenduar, po mbledh për vete një zemërim për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjykimit të drejtë të Perëndisë. Për shkak të ngurtësisë së zemrës tënde, ti po mbledh, thot motra dhe vëllezër, aleluja, një gjykim, një zemërim të Perëndisë për ty. Sa kujdes duhet të shohim, motra dhe vëllezër, aleluja, të tregojmë për veten tonë, për shpëtimin tonë. Kam një zemër të ngurtë, thot Zoti. Kur unë se fal vllajin, kam një zemër të ngurtë. Për shkak të ngurtësisë së zemrës tuaj, thot, ti po mbledh zemërimin e Perëndisë. Ki kujdes, motra ime, thot Zoti vllaj. Ki kujdes, eja në vete, se Zoti kërkon njerëz të tillë. Krejt ndryshe, motra dhe vëllezër, nga karakteret që ne jemi mësuar. Jo, motra dhe vëllezër, një karakter të përullur do Zoti. E falenderojmë Perëndin. Që do të shpaguaj secilin sipas veprave të tij. Sipas veprave që ka bërë çdo njeri, Zoti është ai që do ta shpaguajë, që do t'i jap shpërblim, motra dhe vëllezër, aleluja. Dikujt thot, motra dhe vëllezër, për vepra të mira, do t'a shpërblej Zoti, dhe dikujt, motra dhe vëllezër, aleluja, do t'i jap shpagimi për atë çka ka bërë. Mos harroni, Zoti është i drejtë. E po, kaq do më falë Zoti, jo, motra dhe vëllezër. Zoti nuk mund. Nëse ne nuk pendohemi, ne nuk marrim dot falje. E zgjerojmë rrugën, motra dhe vëllezër, dhe themi, s'ka gjë, na dhe të tjerët ecin kështu, edhe të tjerët mendojnë kështu, dhe ne e zgjerojmë. Po Zoti në fjalën e Perëndisë thot, ai që do të kalojë në për rrugë të ngushtë, e ngushtë është rruga, thot Zoti, por të çon në jetë të përjetshme. Dhe ne kemi zgjedhur të ecim me Zotin në këtë rrugë të ngushtë, vëllezër.
E falenderojmë Perëndin. Është ai që do të na udhëzojë, do të na drejtojë. Është ai që do t'ju jap forcë për të kaluar në këtë rrugë, vetëm mbështetu tek unë. Zbato fjalën e Perëndisë. Të mbështetemi në Zot, fryma e Perëndisë do ta bëjë këtë vepër vëllezër. Nuk e mendon njeriu. Pa frymën e Perëndisë, ju s'mundeni do ta zgjedhët Zoti. Nuk mundet, motra dhe. Çfarë është fryma e shenjtë, motra dhe? Fryma e shenjtë është fuqi që do të vijë mbi ju. Zoti na thot në fjalën e Perëndisë. Fryma e shenjtë është fuqi që do të vijë në ju për të marrë vullnetin e Perëndisë. Sepse njeriu vetë nuk mund ta bënte. Kishte ligjin, motra dhe. E dinte mëkatin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe qëndronte në mëkat sepse bëj atë që nuk dua ta bëj. Sepse jam në mish të apostulli Paul. Dhe nuk kam fuqi, por lavdërojmë Perëndinë, që erdhi u flijua për ne, motra dhe vëllezër, aleluja, derdhi gjakun e tij për ne, dhe për ne, motra dhe vëllezër, dërgoi frymën e Perëndisë që të bëjë këtë vepër. Ai thot Zoti, fryma e shenjtë do t'ju mësojë, do t'ju udhëzojë, do t'ju drejtojë, do t'ju kumtojë të gjitha gjërat që unë ju kam thënë. Jetë të përjetshme atyre që kërkojnë lavdi, nder e pavdekësi, duke ngulmuar në vepra të mira, ata që bëjnë vepra të mira, thotë, do t'ju japë Zoti, thotë, motra, jetë të përjetshme. Ndërsa atyre që kundërshtojnë e nuk i binden së vërtetës, e vërteta, fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, Jezus Krishti, por i binden pa drejtësisë, indinjatë dhe zemërim. Është indinjuar Perëndia me sjelljen time. Nëse unë nuk jam penduar dhe nuk kam kërkuar falje, motra dhe vëllezër, aleluja. Zemërohet. Mbledh zemërim njeriu, zemërimin e Perëndisë, vëllezër. Sot është ora që të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, t'i kërkojmë falje Perëndisë. Për njëri tjetrin sepse flasim, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nuk duhet të flas për birin e Perëndisë, për birin e Perëndisë, motra, sepse nuk më pëlqen mua. Urdhërimi i Perëndisë është ta dua, asnjë gjë tjetër më shumë se kaq. Dhe unë duhet ta zbatoj që të jem, motra dhe vëllezër, i pëlqyer në sytë e Perëndisë. Se çdo të bëhet me atë, ai ka rrugën e vet, motra dhe vëllezër, ka Zotin e vet, aleluja, dhe Zoti do të veprojë. Unë ç'duhet të bëj? E falenderojmë Perëndin. Mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën, judeut më parë e pastaj grekut. Por lavdi, nder e paqe cilit do që bën të mirën, judeut më parë dhe pastaj grekut, sepse tek Perëndia nuk ka anësi. Tek Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ka anësi. Po ne jemi të kishës pentikostale, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti do na marrë të gjithë, jo, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk do marrë Zoti tabela. Nuk do marrë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti do zemra. Ma jep zemrën, thot Zoti, biri im, bija ime, që unë ta pastroj. Që unë ta pastroj dhe ta vendos në vendin ku duhet, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti thot, eja tek unë, ma jep zemrën, thot, ta pastroj unë me gjakun e birit, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ne të jemi bijë të Perëndisë. Ky është qëllimi, motra dhe vëllezër, i thirrjes tonë hyjnore. Ata që kanë këtë shpresë, thot Zoti, se do shikojnë qiellin, le ta pastrojnë veten nga çdo ndërsi, motra dhe vëllezër, nga çdo gjë që na mban larg Perëndisë. Mos harroni, motra dhe vëllezër, aleluja, vetëm pendimi, asnjë gjë tjetër nuk na bën, motra dhe vëllezër, të shohim lavdinë e Perëndisë. Kur pendohemi, jemi të çfaqësuar, vëllezër, aleluja. Pse? Sepse atëherë Jezus Krishti del avokati ynë dhe thot, për pendimin e atij, thot, çdo njeri që pendohet do shohë lavdinë e Perëndisë. Amin. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vëllezër, aleluja.